ditën Arafatit, atë dita ku lutet Allahu Azza wa Jall, ku bën kërkesat e njeriut pan Zotit të vet. Para thonte pejgamberi Allahu se lutja më e mira, lutja e ditës Arafatit, lutja që ndëgjohet e Allahu Azza wa Jall më së shumti an ditën Arafatit. Derisa Katadën kur e pyetën dhe i thanë çfarë mendon për agjerimin e ditës Arafatit, tha agjerimi ditës Arafatit preferohet me hadith të pejgamberit Allahut me një kusht. A din çfarë kushti? Thonte Katadë, thonte nëse agjerimi nuk e dobëson këtë njeri nga kërkesat e duaja. Pra si pas Katadët, lutja dhe duaja më e preferuar ditën Arafatit se agjerimi. Për çka se lutja e pranuar tek Allahu Azza wa Jall atë ditën Arafatit. Allahu Azza wa Jall i pranon kërkesat e njeriu ditën Arafatit, cili prej ne nuk kemi nevojë, ne nuk kemi kërkesa që t'ja paraqes mbi Allahut Azza wa Jall. Nëse don me ditë se kur anë qaste që Allahu Azza wa Jall i ndëgjon lutjet e tua, janë ditën Arafatit, në veçanti pas dreket deri perëndimit të diellit. Në listën tonë paraqitja kërkesat e tua, Allahu Azza wa Jall ka premtuar se Allahu Azza wa Jall të ndëgjon. Allahu kërkesat e tua i merr parasysh. Allahu Azza wa Jall ditën Arafatit të përgjigjet për të gjithë kërkesat që ja paraqet Zotit ton. Para ta mos i trokit dirë të qerve, trokitit dirë të Zotit, dirë të cilat trokitën dita ma e mirë që trokitën dirë të Allahut Azza wa Jall janë ditën e Arafatit.